Mirëmëngjes. Fillojmë mbledhjen e komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike për ditën e sotme, e martë 2 qershor, ora 10:11. Kuorumi është i pranishëm për të vazhduar me çështjet që kemi sot në rendite, por si fillim kemi miratimin e draft kalendarit punës komisionit për periudhën 25 maj 12 qershor 2026. Dakord me draft kalendarin? Pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Pika e dytë janë të miratojmë proces verbalet e datës 28 janar, 2 shkurt, 5 shkurt dhe 12 shkurt 2026. Pra janë proces verbalet e mbledhjeve të komisionit tonë për këto data. Sigurisht proces verbalet e zbardhura ju kanë ardhur, janë vënë në dispozicion nga sekretaria e komisionit. Dakord, ka vërejtje për proces verbalet? Nuk ka, miratohen. Atëherë kalojmë tek pika e tretë e rendit ditës, që është shqyrtimi nën për nën dhe në tërësi i projektligjit për nën produktet me origjinë shtazore. Ne jemi komision për dhënie mendimi dhe relatore do të jetë kolegja Zegjine Çaushi. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural zonja Tana Kika, zëvendës ministre. Zonja Kika, mirë se erdhët komision, edhe urime për detyrën, dhe besoj e keni hera e parë që vini në komisionin tonë. Faleminderit, po. Është zoti Bledi Mile, drejtori i përgjithshëm, dhe zonja Matilda Xhepa, drejtore e politikave veterinare. Mirë se erdhët në komision. Ne kemi bërë diskutimin në parim për projektligjin për nën produktet me origjinë shtazore dhe sot jemi në shqyrtimin dhe miratimin nën për nën të këtij ligji. Nëse keni diçka për të shtuar përpara se sa të fillojmë nën për nën, apo të kalojmë direkt në votimin nën për nën të këtij projektligji. Po. Vetëm diçka, zoti kryetar, ky projektligj që vjen përpara jush sot nuk është vetëm një ligj veterinar, por është një reformë plot për një sistem veterinar modern për ruajtjen e mjedisit, po kështu dhe shëndetit kafshëve, dhe është në përputhje të plot me politikat e Bashkimit Evropian, rregulloren 1069 të vitit 2019 dhe gjithashtu e kemi çuar në Komisionin Evropian dhe nuk kemi marrë asnjë kundërshtim. Pra, është parafrimi plot. Pra është parafrimi plot edhe ka ardhur edhe përgjigje nga komisioni. Po, faleminderit. Atëherë fillojmë me neni 1, pro, kundër 1, po 1 kundër, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 2, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 3, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 4, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 5, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 6, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 7, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 8, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 9, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 10, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 11, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 12, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 13, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 14, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 15, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 16, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 17, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 18, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 19, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 20, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 21, pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 22, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 23, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 24, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 25, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 26, pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 27, pro,
2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 28 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 29 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 30 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 31 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 32 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 33 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 34 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 35 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 36 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 37 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 38 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 39 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 40 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 41 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 42 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 43 pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet. Neni 44 pro. Ku? Ke 44, po? 44 dhe më pas vim, se këtu vim tek faza e pjesës shtrënguese. Pra, rregullimet që duhet që përballin subjektet, certifikata, licenca, kontrata që duhet hartojnë në mënyrë që të jenë compliant, pra të jenë rregull me detyrimet e ligjit, kanë ndalesa, kanë kundravajtje dhe do presin. Do presin derisa të miratojnë aktet në ligjore. Thuhet që ky nuk ka kosto, ky ligj, pretendohet. Ndërkohë që të gjitha këto që kërkohet që bëjnë subjektet, duke filluar nga nevoja për të hartuar kontrata, për të gjetur mundësinë për këto provider, për të qenë ata në rregull me kërkesat dhe ndalesat e ligjit, do të prodhojnë kosto të tjera, të cilët variojnë nga kompanitë të cilët i kanë thjeshta për t'i përballuar, sepse janë të mëdha, tek për kompanitë mesme apo të vogla, të cilët apo dhe persona fizike të cilët nuk do të jenë gjendje në mos me kosto shumë të lartë në raport me atë ushtrimin e aktivitetit të tyre. Kështu që në këtë aspekt unë besoj që projekt ligji po i shkakton një ngarkesë financiare të madhe të subjekteve. Ata nuk janë të përgatitur. Po e mbyll këtu që mos ta them tek nenet e fundit, po them këtë që nuk i lihet kohë subjektet bëjnë gati. Vërtet ligji hyn fuqi në mënyrë jo tipike, por e lejon kushtetuta që të hyjnë fuqi më vonë se sa data e votimit në tetonin zyrtar, pra 7 muaj pothuajse nga sot. Por ndërkohë kemi akte në ligjore që hyn brenda, pra duhet hartohen brenda një viti. Dhe ajo që dim ne shumë mirë, dhe një nga arsyet pse në parlamenti po shtrëngon edhe po themi po rregullon veten e tij nëpërmjet instrumentash të rinj për sa i përket kontrollit zbatimit legjislacionit është se shpeshherë qeveria nuk miraton, ministrit nuk miratojnë aktet në kohë. Një vit e lën në dim raste të tjera që ka përthyer viti në ligje të tjera dhe nuk janë hartuar. Pra, brenda 7 muajsh në fuqi ndalimet, detyrimet, sanksionet, kostot dhe akoma më shumë do të ketë kohë derisa dalin aktet rregullatore që ata të kuptojnë si aplikohen ndalimet. Çfarë duhet bëjnë? A do ketë një kontratë tip për këta, apo do të secili do të fantazoj kontratën e tij, që kur të vijmë pas inspektorit mbi bazën e VKM-s që ka dalë, apo urdhrit ministrit, t'ja gjë jo prit se kontrata nuk e ke siç duhet, duhet ishte ndryshe, e përjedhoj gjoba, dhe gjobat nuk janë të vogla. Pra, përveç se kostot janë të paparashikueshme sot, do të ketë kosto, janë paparashikueshme, por mbi të gjitha është dhe pasiguria juridike. E u hyn ligji në fuqi, pra përpara u vjen dajaku, ndalimet, sanksionet dhe inspektimet, më pas u vjen rregullat që ata të paktën të jenë rregull me veten e tyre. Do kush është logjika në këtë histori? Pra si mund të hartojmë neve legjislacion të këtij lloji, që është detyrim për afrimin e Bashkimit Evropian, pa diskutim, po pse nuk japim kohë këtyre njerëzve? Se nuk i japim, zoti kryetar, t'i japim mundësinë që të paktën për një periudhë caktuar. Jo vetëm derisa të miratojnë aktet në ligjore, por ndoshta edhe përtej saj, subjektet jenë në gjendje ta kuptojnë dhe të këshillohen, po jo të përballen drejt për drejt me legjislacion shtrëngues dhe ndëshkues. Sepse pa e ditur ata kush është rregulli, minimumi marrim nenin e kontratave 46-ta, kontratat e bashkëpunimit.
mundet që Ministria përkatëse të hartoj kontrat tip ose kontrata tip. Dhe ata kanë thjesht, shkojnë e marrin diku atë lloj kontrate tip, e plotësojnë dhe nuk ka probleme. Por nëse secili harton të vetën, mund përballet me probleme nesër. Pra pse neve nuk japim një periudhë grace, një periudhë lejimi derisa ata të përballen me, pra të kuptojnë drejt se si do të zbatojnë këtë ligj. Më pas, si neve do të kush janë instrumentet të cilët ja bëjnë përballush me kostot shtesë, sepse për 7 muaj, po qoftë dhe për një vit, një biznesi të vogël, ti thush do përballesh më njëherë me këto sepse është Bashkimi Evropian që në kismet do të jetë, nuk e di sa vite nga tani, ti përballon kostot sot, ti falimenton vitin që vjen. Në këtë i themi njerëzve. Pra, do doja të kuptoja, duke filluar nga Kyneni 44 kryetar, ose ndoshta Ministria s'ka ç'na thotë më, por ne do të kemi ne kujdes si komision që të paktën aspektet të një kosto të shtuar që po mbi të gjitha si pas siguria juridike, mos tjetë diçka që ata përballen. Pra, a ka një periudhë shtesë ku ata nuk përballen me sanksione? A do ta shtyjmë ne kohën e hyrjes në fuqi mbasi të kenë kaluar dhe aktet nënligjore? Pra, janë aspekte që në fund fare na takojnë ne si komision ligjesh që të kujdesemi se vulën e këtij kuvendi do ma jo vulën e ministrisë. Faleminderit. Po faleminderit zoti Birikbashi. E the mirë, ministria s'ka çfarë shton më. Ministria duhet kujdeset paktën që aktet nënligjore të këtij ligji të miratohen brenda një viti nga drita e hyrjes fuqi të këtij ligji, sepse është një kohë relativisht e mjaftueshme që të bëhen gati aktet nënligjore, sepse aktet nënligjore pastaj i japin fuqi zbatimit këtij ligji në territor. Neni 44. Pro 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 45. Pro 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 46. Pro 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 47. Pro 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 48. Pro 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 49. Pro 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 50 pro, 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 51 pro, 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 52 pro, 2 po. Tani në lidhje me qëndrimin për projekt ligjin mbajtje qëndrim në kryetari i komisionit që është përfaqësuesi i forcës tonë politike. Tani nga pikpamja legislative e kam ngritë edhe në rast tjetër, te neni 52 flitet për shfuqizime dhe ndryshime. Dhe tentohet që nëpërmjet këtij projekt ligji 3 të bëjmë ndryshime tek ligji 10.465 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë, si dhe në ligjin 10.81 datë 23/2/2009 për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Tani është dhe ligji 10.463 datë 22/9 për menaxhimin integruar të mbetjeve të ndryshuar. Tani, shoh 3 probleme. E para nga pikpamja legislative, u bëj thirrjes janë edhe shumë këshilltar këtu përveç nesh që jemi anëtar të komisionit. Ne nuk mund të bëjmë shfuqizime dhe ndryshime të ligjeve të tjera duke pas në shqyrtim një ligj 3. Nga pikpamja teknikës legislative, po dhe nga pikpamja rregullore së kuvendit dhe nga pikpamja kushtetuese. Nuk e gjejmë në bazë ligjore që të thuhet që me hartimin e ligjit 3 ne mund të bëjmë ndryshime në ligje të tjera. Pra duhet nisë me veçantë për ndryshimin e këtyre ligjeve në këto dispozita që ju thoni, nga pikpamja formale, procedurale. E dyta, ju thoni që kemi edhe ligjin 10.463 datë 22/9/2011 për menaxhimin integruar të mbetjeve. Ne kemi bërë ligjin e ri për sistemin menaxhuar të mbetjeve, menaxhimin integruar të mbetjeve urbane. Pra, s'ka shumë kohë, ne kemi miratu mos gabojnë në nëntor të vitit që shkoj. Atëherë ç'ne kjo dispozitë? Kam përshtypjen që nga neni 52 e në vijim, nga pikpamja kushtetuese ne nuk mund ta kalojmë sot ndryshimet e 3 ligjeve të tjera. E fundit do të pa dhe momenti teknik i kësaj, si jam i sakt për këtë 10.463. Pra, mendoj që duhet të mos përfshihet kjo pikë 52-shi në shqyrtimin e këtij projekti deri te 51 dispozita. Për ligjin 10.463 ju thoni është referenca e saktë në këtë ligj sepse kemi bërë ndryshime në vitin. Jo është ligj i ri.
Kemi bërë ligjin e ri? Pra, Bëm ligjin e ri për sistemin e nuk menaxhuar. është ligji 10463 thoni ju, është ligj i ri. Kemi bërë ligj 3 në nëndor, mos gabofsha. Nuk jam i saktë për kohën, por kemi bërë para këtij viti. Po mirë, Ministria e Bujqësisë, referencën, Po varet kur është bërë projekt ky varet kur është bërë, kur është draftuar projekti. sa mund të jetë i 2025-s, thotë. Në pikën 3 të nenit 52 duhet referenca e saktë në ligjin e ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ndryshuar. Ja të mbaroj. Po. Pra, në zoti Ndoja po thot, ka një ligj të ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve që ne e kemi kaluar në parlament. Vitin që iku. Dhe që jam i bindur nuk mban numrin 10463. E para. Por edhe referenca në ligj do duhet jetë e sakta për këto pjesë që ndryshohen. Tani shërbimet e komisionit, edhe zyra juridike e Ministrisë Bujqësisë, aty të bëjnë referencën e saktë në ligj, se nuk është ndaj filozofi e madhe, jo, mos u agjitoni se nuk ka ndaj shpikje ndërkombëtare, ndaj patent inteligjencë artificiale. Do gjejmë ligjin e ri 57/2025 dhe do bëhet referenca e saktë në anin 52. Zoti Bilikbashi e ka kërkuar fjalën. Tani, në fakt kjo lidhet me atë që është ngritur herë tjetër këtu në komision. Edhe kryetar, besoj duhet të marrësh një shqetësim që duhet ju si kryetar e Komisionit Ligjeve të çoni më tutje dhe të shkojë nga kuvendi tek qeveria. Procesi i hartimit të legjislacionit sepse kërkon Bashkimi Evropian me nxitimin se duhet patjetër se sjell gjëra të këtij lloji. Pra përplasje të cilat më pas na detyrohet të ndërhyjmë përsëri duke treguar dhe mungesë serioziteti si nga ata që e propozojnë, edhe nga kuvendi që si e kontrollon të legjislacionin e vet. Në rastin konkret kemi një ligj, pra jo vetëm po ndryshohet një ligj që s'është, arsye mos koordinimi do ta gjeni, por këtu në këtë sallë dhe në atë të kuvendit nuk mundet të investohet kuvendi me diçka të këtij lloji. E dyta, edhe ajo që të gjejmë referencën e saktë, çfarë po bëjmë? Po ndryshojmë me këtë ligjin tjetër që u miratuar para ca muajsh. Pra ai ligj që ishte edhe ai për afrime me Bashkimin Evropian pas ka qenë më larg se sa ky që ka ardhi çik më mbrapa. Pra neve investohemi në mënyrë të vazhdueshme në ndryshim, po kjo lidhet me gjë tjetër. Pa kush është siguria juridike, ajo që thash më përpara? Kush është siguria juridike e subjekteve të këtij shteti, qoftë individ apo kompani, në lidhje me legjislacion që u ndryshon sepse askush se ministri nuk koordinoi mirë tjetër. Dhe pyetja ime është kjo, dhe propozime eventualisht. Nuk është as pak normale, pra nëse ndodh diçka e tillë, duhet jetë një gjë eksepsion që në një ligj merren dhe ndryshohen 4, 5 apo 10 ligje tjera sepse na ka ardhur më kollaj ashtu. Mund vinin propozime të veçanta për ndryshim. Tani kjo ndoshta ka ikë nga duart e ministrisë dhe duhet që të vijë me iniciativa legjislative të veçanta që për shkak të këtij ligji shfuqizohen ato pika të ligjeve tjera. Po diçka e tillë pa pas dhe koordinim dhe konsultim, sigurisht do të çojë në konfuzion ligjor. Dhe gjykata kushtetuese ka konsideruar përplasjen e normave të ligjeve me njëri tjetrin, i ka konsideruar si çështje me karakter kushtetues për sa i përket shtetit të drejtës. Që unë besoj që na pije barra neve si komision që ta sicim këtë situatë dhe të dalë diku tjetër. Faleminderit. Mundem, zoti kryetar? E para njerë, faleminderit shumë për ndërhyrjet. Më duhet të theksoj që fusha operacionale e këtij ligji tashmë ekziston në Shqipëri, nuk është se është e re. Ne kemi stabilimente operatorë ekonomik cilët ushtrojnë këtë aktivitet. Cilët veprojnë pikërisht, pjesërisht në disa nene të caktuara të ligjit shërbimi veterinar 10.465-s, nene të cilat do të shfuqizohen me hyrje në fuqi të këtij ligji dhe po kështu këto nuk janë mbetje urbane. Bëhet fjalë për mbeturinat e thertoreve apo operatorëve tjerë ekonomik që trajtojnë produkte me origjinë shtazore jo për konsum human.
Thënë ndryshe, patjetër që do t'ju lihet koha e nevojshme për afrimin e plot, sikur se thash, por kjo nuk është një fushë e re e veprimtarisë në Republikën e Shqipërisë. Të gjitha operatorët ekonomik që trajtojnë kafsh apo produkte me origjinë shtazore dhe kanë mbeturina të këtyre nën produkteve, jo për konsum human, i trajtojnë aktualisht në proceset caktuara për të ruajtur qoftë shëndetin e kafshëve, qoftë dhe sigurinë e mjedisit. Faleminderit. Dhe një shtesë tjetër, fusha e operacionalitetit deri tani është bazuar në urdhrin 142 të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të vitit 2011, i cili parashikon pikërisht këtë veprimtari mbi bazën e certifikatave veterinare. Faleminderit. Po, faleminderit. Tani, lidhur me nenin 52, duke reguluar pikën 3 për referencën e sakt në ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ndryshu të riun, unë mendoj që ky komision dhe kuvendi i ka hapur rrugë kësaj teknike, përdorimit të kësaj teknike legislative, kur një ligj i ri, pra i rishtas, synon rregullime juridike dhe në ligjet të tjera që janë në fuqi. Nuk është hera e parë që aplikohet kjo në komision. Sigurisht ajo që ka dy kufizime. E para njëherë qëllimi bëhet për koherencë juridike, sepse ligji i ri sjell ndryshime dhe tek këto ligjet e tjera që janë në fuqi. E dyta duhet të ketë lidhje drejt për drejt me objektin e ligjit të ri që miratohet. Pra, ky ligj nuk mundet të bëjë rregullime në ligjet e tjera që janë në fuqi, që të cënojnë thelbin dhe përmbajtjen e ligjeve që janë në fuqi, por i referohet saktësisht objektit të ligjit të ri që hyn në fuqi. A do ishte e nevojshme dhe e domosdoshme që për t'i hapur rrugë këtij zbatimit të këtij ligji ne të operojmë me këto teknikë legjislative dhe më vonë në këto 3 ligje që preken nga ky ligj të vinë në formën e ndryshimit të neneve ekzistuese. Edhe kjo është e mundur, por tashmë është një praktike konsoliduar në kuvendin e Shqipërisë kjo. Nuk është hera e parë që ndodh. E para siguron koherencë juridike dhe e dyta është tërësisht në përputhje me objektin e ligjit të ri që miratohet. Por me sugjerimin, jo me sugjerimin, por me rregullimin që do duhet bëhet në pikën 3 të nenit 52, unë e hedhim votim pro, 2 kundër, asnjë abstenim miratohet. Neni 53, hyrja në fuqi, pro, kundër 2, asnjë abstenim miratohet. E hedhim në tërësi projekt ligjin. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? Pro, 2 kundër, asnjë abstenim, miratohet në tërësi projekt ligji për nën produktet me origjinë shtazore. Ftoj relatoren dhe këshilltarën e komisionit bëjnë gati raportin për komisionin përgjegjës dhe më pas për seancë plenare. Me votimin në tërësi të këtij projekt ligji, ne mbaruam me zonjën Kika dhe me përfaqësuesit e Ministrisë Bujqësisë. Shumë faleminderit për prezencën, ditë mbarë dhe ne vazhdojmë me pikën tjetër. Ju faleminderit. Po, 2 minuta sa të ndrohet
Atëherë fillojmë me pikën e 4 të rendit ditës. Është shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Republikës Polonisë për sigurimet shoqërore. Edhe te ky projektligj jemi komision për dhënie mendimi. Relatore do të jetë kolegja Ulona Bylykbashi. Nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit kemi prezent zonjën Olta Manjani, zëvendës ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit, zotin Astrid Hado, drejtori i përgjithshëm i ISSH-s, zotin Albin Gega, drejtori i përgjithshëm i politikave të punësimit, aftësimit dhe sigurimet shoqërore, dhe zotin Enea Beqiri, këshilltar, dhe zotin Rudolf Papa, këshilltar. Kënaqësi që ju kemi në komision, stafin e Ministrisë Ekonomisë dhe Inovacionit dhe zëvendës ministrën zonjën Manjani. Zonja Manjani, unë do t'u akaloj fjalën të bëni një prezantim të këtij projektligji. Nëse do ketë diçka për të shtuar pastaj pas prezantimit tuaj, mundët që edhe stafi që u shoqëron mund ta kërkojmë fjalën. Më pas zonja Bylykbashi dhe mbledhja do të jetë e hapur për pyetje dhe diskutime. Fjala është për ju. Përshëndetje gjithëve, i nderuar kryetar, të nderuar deputet. Projektligji që paraqitet sot për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Polonisë për sigurimet shoqërore përfaqëson një hap të rëndësishëm në forcimin e mbrojtjes sociale për qytetarët tanë që jetojnë dhe punojnë në të dyja vendet. Kjo marrëveshje është ndërtuar mbi parimet evropiane të skemave të sigurimeve shoqërore, duke synuar trajtimin e barabartë për personat e punësuar, të vetë punësuar dhe familjarët e tyre, si dhe duke siguruar ruajtjen e të drejtave të fituara apo në proces fitimi për qytetarët që kanë kontribuar në skemat e sigurimeve shoqërore të dyja vendeve. Në praktik, marrëveshja krijon mundësinë që periudhat e sigurimit të realizuara në Shqipëri dhe në Poloni të merren në konsiderat së bashku për përfitimin e pensioneve dhe përfitimeve të tjera të sigurimeve shoqërore, duke shmangur humbjen e viteve të sigurimit dhe duke garantuar akses më të drejtë në këto përfitime. Nga dënat më të fundit institucionale, rezulton se në Shqipëri ka një prani të qëndrueshme të shtetasve dhe subjekteve polake. Gjatë 3 viteve të fundit janë evidentuar rreth 260 shtetas polak të cilët jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, gjithashtu operojnë rreth 137 biznese aktive me pjesëmarrje polake të shpërndarë në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Ndërkohë në Poloni ka rreth 1000 shqiptar që jetojnë, është një komunitet profesionistës dhe familjes që janë zhvendosur për biznes apo punësim, si dhe mbi 100 shtetas shqiptar të cilët studiojnë në universitetet polake në kuadër të programeve të shkëmbimit dypalësh. Njëkohësisht, përvoja e Shqipërisë në zbatimin e këtyre marrëveshjeve dypalëse tregon rezultate konkrete. Nga viti 2016 deri në maj të vitit 2026 janë trajtuar rreth 18.300 praktika, duke reflektuar rëndësinë dhe përdorimin në rritje të këtyre instrumenteve. Marrëveshja mbulon fusha të rëndësishme si pensionet e pleqërisë, invaliditetit dhe pensionet familjare, duke mundësuar njohjen dhe bashkimin e periudhave të sigurimit të realizuara në Shqipëri dhe Poloni për qëllime pensioni, përfitimet për sëmundje dhe barlindje, duke siguruar mbrojtje në rast pa aftësie të përkohshme për punë apo gjatë periudhës së lindjes dhe kujdesit për fëmijën, përfitimet nga aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, duke garantuar mbështetje financiare për personat të cilët pësojnë dëmtime apo të humbjes së aftësisë për punë si pasojë e aktivitetit të tyre profesional, gjithashtu pagesat e papunësisë, duke u siguruar që periudhat e sigurimit të merren në konsiderat edhe për përcaktimin e të drejtave që lidhen me papunësinë dhe mbështetje financiare për familjarët në rast humbje të jetës së personit të siguruar. Gjithashtu ajo përcakton mekanizmat të qartë bashkëpunimi ndërinstitucional, shkëmbimi informacioni dhe ndihmë administrative ndërmjet institucioneve kompetente të dy vendeve. Kjo marrëveshje nuk krijon detyrimet menjëhershme financiare të matshme për buxhetin e shtetit, pasi përfitimet mbështeten mbi parimin kontribues dhe financohen nga fondet e sigurimeve shoqërore. Në një plan më të gjerë strategjik, kjo marrëveshje është pjesë e një rrjeti të zgjeruar marrëveshjesh dypalëse që
Shqipëria ka lidhur ndër vite me vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjërë. Perspektiva e këtij procesi është e qartë dhe e pandryshueshme të garantojë mbrojtje sociale për çdo qytetar shqiptar, kudo që ai jeton dhe kontribon. Nëpërmjet zgjerimit të marrëveshjeve dypalëse në fushën e sigurimeve shoqërore, nuk po ndërtojmë thjesht në fakt instrumenta juridik, por po mbrojmë konkretisht punën dhe kontributet e bashkëqytetarëve tanë jashtë vendit, duke i shndërruar ato në të drejta të prekshme sociale. Ky është një angazhim i drejt për drejt i shtetit shqiptar ndaj diasporës për të forcuar lidhjen me të dhe për të garantuar që askush nuk humbet të drejtat për shkak të lëvizjes ndërmjet vendeve të ndryshme, ndërkohë kjo qasje na afron më tej me standardet evropiane, konsolidon sistemin tonë të mbrojtjes sociale dhe reflekton angazhimet e Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit evropian, veçanërisht në kuadër të kapitullit 2 lëvizja e lirë punëtorëve dhe të kapitullit 19 që mbulon çështjet sociale, ku patjetër që koordinimi i skemave të sigurimeve shoqërore përbën dhe një element thelbësor në harmonizimin e kuadrit ligjor me atë të Bashkimit Evropian. Rezultatet tashmë janë konkrete, deri më sot Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka trajtuar, siç e tham, mbi 18.300 raste në kuadër të 16 marrëveshjeve, të cilat janë në fuqi, duke dëshmuar qartë ndikimin real që këto marrëveshje kanë në jetën e qytetarëve tanë. Ratifikimi i kësaj marrëveshje është një tregues konkret i angazhimit të Republikës së Shqipërisë për mbrojtjen sociale të shtetasve të saj jashtë vendit, si dhe për forcimin e bashkëpunimit dypalësh me Republikën e Polonisë. Për këtë arsye ju ftojmë të mbështesni miratimin e këtij projektligji. Faleminderit. Po shumë faleminderit, zonja Bylykbashi. Faleminderit kryetar, nderuar zonja zëvendës ministra. Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Polonisë për sigurimet shoqërore është paraqitur për shqyrtim dhe është një propozim i Këshillit të Ministrave mbështetur në përcaktimet e nenit 81.1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 18 të ligjit 43/2016 për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën Shqipërisë të ndryshuar. Nga pikpamja juridike procedurale, projektligji nënshtrohet procedurave të parashikuara në nenën 78 dhe nenën 83.1 e Kushtetutës. Nga pikpamja juridike formal procedurale, akti shoqërohet me relacionet përkatëse sipas kërkesave të nenit 68.2 e rregullores së Kuvendit. Miratimi i këtij projektligji kërkon një shumicë të thjeshtë votash sipas nenit 55.3 të rregullores së Kuvendit. Ky projektligj synon ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Polonisë për sigurimet shoqërore nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Marrëveshja është miratuar në parim nga Këshilli i Ministrave me vendimin numër 261 datë 7/5/2025 për miratimin parim të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Polonisë për sigurimet shoqërore, si dhe është nënshkruar nga të dyja palët në Varshavë në datën 23/2/2026. Projektligji është në përputhje me nenin 5 të Kushtetutës, i cili sanksionon se Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të, si dhe nenin 121.c e Kushtetutës, ku parashikohet se ratifikimi dhe denoncimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga Republika e Shqipërisë bëhet me ligj në raste kur ato kanë të bëjnë me anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në organizata ndërkombëtare ose të firmos marrëveshje. Dispozitat të respektojnë parimet buxhetore të financimit të shpenzimeve të përcaktuara në ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, si dhe të dispozitave ligjore në fushën e administrimit financiar edhe kontrollit. Kjo marrëveshje kontribon drejt për drejt në njohjen e të drejtave për sa i përket sigurimeve shoqërore për punonjësit që sigurohen në të dy vendet, të cilat kanë miratuar marrëveshjen reciprokisht Republika e Shqipërisë dhe Republika e Polonisë. Për sa i përket parafrimit, ky është një projektligj i cili nuk synon për afrim me akit të Bashkimit Evropian, për sa i përket efekteve financiare, që do të rrjedhin nga zbatimi i kësaj marrëveshje për sigurimet shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe asaj të Polonisë, nuk janë të matshme sepse maturimi i asaj është afatgjat. Këto efekte financiare do të jenë në ngarkim të Fondit të Sigurimeve Shoqërore dhe do të financohen nga kontributet e paguara nga çdo subjekt. Marrëveshja parashikon dhënien e përfitimit vetëm për kontributet e paguara.
Qëllimi i kësaj marrëveshje është rregullimi i aplikimit të skemës së pensioneve midis dy vendeve, është shumë e rëndësishme, ashtu siç e përmendi edhe zëvendës ministrja, që rregullon përfitimet për të gjitha kategoritë e pensioneve, qofshin ato pensionet e pleqërisë, invaliditetit dhe familjar, përfitimet në rastin e sëmundjeve, përfitimet e parlindjes, përfitimet në rastin e aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale, si dhe pagesat e papunësisë. Në përfundim, dua të them që vlerësuar nga të gjitha pikpamjet, qofshin ato të përputhshmërisë me kushtetutën, ligjet e tjera apo procedurale, sikundër dhe në aspektin e teknikës legjislative është tërësisht në përputhje me rregullat. Vlerësojmë se ratifikimi i kësaj marrëveshje është një hap pozitiv për çdo subjekt që punon dhe kontribon në skemën e sigurimit të detyrueshëm në vend, duke i dhënë mundësinë kështu që çdo kush që punon brenda dhe jashtë vendit të gëzojë të drejtat dhe detyrimet që pasojnë nga një punë e ligjshme. Për sa më sipër do ftoja kolegët që ta miratonin këtë projekt ligj. Faleminderit. Po faleminderit zonja Bylykbashi. Po zoti Bylykbashi ka kërkuar fjalën. Zoti kryetar, këto lloj marrëveshjesh janë gjithmonë pozitive për shkak se personat të cilët përfitojnë sigurisht kanë, pra nuk është zgjidhja përfundimtare e problemeve të tyre, por është një hap përpara, është për ato pak persona qoftë, edhe numrat që u përmendën, janë të tillë të cilët nuk janë numra të mëdhenj siç mund të jenë rastet e shteteve si Italia apo Greqia apo Gjermania të tjera. Megjithatë, janë individ të cilët në mënyrë individuale secili e pret atë drejt dhe u garantohet kjo drejt. Qoftë shtetasit polak, që ishte një numër rreth 200 e sa persona, se ka një shtesë për shkak të edhe të interesit që kanë patur gjithmonë shumë për sektorin imobiliar dhe turistik në Shqipëri, me të shkuptoj, por edhe për ata shtetas shqiptar mbi 1000 persona që janë banojnë, punojnë apo studiojnë atje. Për gjithë këta, kjo marrëveshje, siç janë rastet e tjera, shton mbrojtjen dhe jep përfitime shtesë. Megjithatë, duhet të kemi një gjë parasysh. Në rastin e shtetasve shqiptar, shumicën e të drejtave aty u garantohet për shkak se po punojnë në një vend Bashkimit Evropian. Sepse po të vi rasti të mbrohen sipas kornizës tonë për sa i përket asaj që garanton ky shtet për ata që janë pensionistë, ta janë hall. Shtetasit polak gjithashtu kanë garanci që u jep përsëri shtetit tyre. Dhe kjo është më pas, jo vetëm reciprocitet, por është një integrimi diçka që ata kanë të garantuar. Pra në vetvete, ky projekt ligji sotëm që ne kemi në diskutim për ratifikimin e kësaj marrëveshje, është na jep mundësinë që të bëjmë diskutim gjithmonë në çdo komision, edhe në parlament, në lidhje me gjendjen e pensionistëve në Shqipëri. E çfarë garanton ky shtet për pensionistët? Me gjendjen e mjeruar të pensionistëve. Me sa duket, qeveria ka arritur në një koncept të këtij lloji, duke qenë se më shumë se gjysma e popullsisë së Shqipërisë tashmë nuk jeton në Shqipëri, është në diasporë. Shifra është kjo. Pra, me të rrumbullakosur. Janë 4.700.000 shtetas shqiptarë në regjistrin e gjendjes civile. 4.700.000. Censusi i manipuluar i 2023-shit ka dhënë shifrën 2.4 milion shqiptarë. Këtu nuk është e vërtet. Tu më shumë se 2 deri 2.1 milion nuk ka. Pra shumica dormuese janë jashtë. Dhe një pjesë e madhe e tyre janë pensionistë, por për Edi Ramën e ka zgjidhjen, thotë, sa kohë keni fëmijë në emigracion, ju a zgjidhin ata. Ju bëjnë bashkimin e familjes, ju garantojnë ilaçet e tjerë, pra nuk pyesin se çfarë nuk të ardhurat që ju mungojnë ju aplotsojnë ata me remitanca. Remitancat mesatarisht janë 1 miliard e sipër çdo vit. Kështu që kemi një popullat të cilën nëse bie në dorën e kornizës ligjore të shtetit shqiptar për sa i përket drejtave të pensionistëve janë në mjerim. Janë mjerim jo vetëm për të ardhurat, por janë për shërbimet, për aksesin, u bëhet përditje më vështirë jetesa e tyre. Pra, kjo që miratojmë sot ne i kalon jo tangent, po nuk e kuptojmë fare. Dhe trajtohen një herë në 2 vjet kur ka zgjedhje me bonus, edhe në kundërshtim me ligjin. E ndalon ligji bonusin për fushate, qeveria e bën. Gjembë këm nuk i hyn, del në për raporte kush pyet. Shpenzohet buxheti i shtetit për këtë punë, por bonus nuk ka rritje reale të pensioneve në to 13 vjet.
Edhe ato pakritje që janë qesharake. Vetë ata, kur i vë mikrofonin, thonë që me zor blejmë 2 bukë me kaq se na kanë. Çmimet që po rriten për ditë për shkak të krizës energjetike, që nuk është në dorën e tyre fare, ja bën jetën pamundur. Dhe e thash edhe një herë, ky projekt ligj që nuk ka lidhje me këtë që po diskutoj unë, po është mundësi për të hedhur dritë tek ajo që ndodh, me shumicën mbi 700.000 pensionistë janë këtu, të cilët kur shkojnë në spital marrin atë shërbimin që marrin nëpër spitale apo në qendra shëndetësore, ilaçet që janë ato të rimbursueshme që nuk bëjnë fare. Nuk ka njerëz që nuk e di këtë histori. Po thuj se është si placebo, merr ilaç që s'është ilaç. Në shumicën e rasteve. Pse? Sepse qeveria ka vendosur ta heq kufizimin që kishim në kohën tonë, që nëse ishte e miratuar një medikament në të paktën mos gaboj në 2 shtete Bashkimit Evropian, nuk përdoren në Shqipëri. Sepse garantonte cilësi. Mund mos ishte më i miri, po cilësinë e kishte. Sot s'është kjo. Nuk ka, ky shtet nuk i garanton atyre një minimum të domosdoshëm të energjisë dhe të ujit pa lek. Minimum. Kur ta ndecësh poçin, ta hapësh rubinetin, ta kesh ujë, mos ta pagosh. Për këta. Subvencioni i tjerë, nuk e ndjejnë fare se kuptojnë. Pra kjo është situata atyre, të gjithë e dinë, të gjithë e flasin, të gjithë ta e ndjejnë. Miratojmë ligje të cilat më pas nuk i bëjnë fare efekt atyre. Pa, i bëjnë efekt atyre 1000 shtetësh shqiptar, ndoshta, apo 200 e sa shtetësh polak, edhe rastet e tjera, por për këta që janë këtu në Shqipëri, nuk po them që duhet të zgjidhemi këtë ligj. Po duhet që qeveria të ketë një qasje krejt tjetër. Kemi kërkuar prej kaq kohësh minimumin etik. Vendoset me ligj nga parlamenti, nuk e bën. Shpenzojnë miliarda për gjëra tjera. Ikim para pa fund në procedura koncesionare. Po jo për njerëzit. Faleminderit. Ka kush diskutime për projekt ligjin ose pyetje? Unë kam një pyetje para se të kalojmë votim. Sa është numri i shtetësve shqiptar në Poloni? Ka një të dhënë? Po? E thash në fjalën time janë 1000, ndërto janë dhe 100 studentë të cilët studiojnë nëpër universitete. Mbase është momenti që të sqarojmë diçka. Marrëveshja është e zbatueshme nëse qytetarët e të dyja vendeve prekin të dyja skemat. Pra, nëse qytetarët shqiptar, po themi 100 studentët, nëse do vendosin që të jetojnë dhe të punojnë në Poloni pa e prekur skemën shqiptare, nuk do të kenë përfitim. Nëse gjatë ciklit të tyre jetësor do vendosin që për një periudhë 2, 3 apo 4 vjeçare do punojnë dhe në Shqipëri apo dhe anasjelltes shtetas polak, atëherë bëhet totalizimi i periudhave kontributive dhe merret respektivisht sigurohen përfitimet për periudhën kontributive në Shqipëri dhe për periudhën kontributive në Poloni. Gjithashtu, shtetasit janë të lirë që të zgjedhin vetë vendin në bazë të marrëveshjeve kontraktuale të punës se ku do t'i derdhin kontributet e sigurimeve shoqërore. Një shtetas polak mund zgjedhë që edhe pse punon në Shqipëri për një periudhë të kufizuar kohe, t'i derdi kontributet në skemën polake, ose nëse vendos të ri për një periudhë më gjatë kohore, t'i derdi kontributet në skemën e sigurimeve shoqërore shqiptare, vendosi të dali në pension apo të mbushi moshën e daljes pension në Poloni dhe në fund fare bëhet totalizimi i periudhave. Pra, jo domosdoshmërisht numri i shtetasve polak në Shqipëri apo numri i shtetasve shqiptar në Poloni për periudhat respektive përkon 100% me periudhën kur ata jetojnë aty, sepse mund vendosin vetë se ku do t'i derdhin kontributet. Në çdo rast, marrëveshja i mbron të dyja palët në varësi të vendimit që ata kanë marrë. Po faleminderit zonja Manjani, ne ju inkurajojmë që të në shkruani sa më shumë marrëveshje të tilla dypalshe në fushën e pensioneve me shtetet ku ne kemi bashkallëtarët tanë që jetojnë dhe punojnë atje, sepse kjo është një mënyrë dhe një mekanizëm që u vjen në ndihmë çdo shtetasi shqiptar, çdo bashkombasi që jeton jashtë Republikës së Shqipërisë. Nuk besoj se ka gjë tjetër për shtuar. Unë dua ta kaloj në votim fillimisht në parim këtë projekt ligj e më pas në përnen. Kush është dakord në parim? Pro, kundër s'ka, asnjë abstenim miratohet.
Kalem në votimin nën për nën, neni 1 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet, neni 2 pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Kalem në votimin në tërësi. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? Pro 3, 6, 9, 11 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet edhe në tërësi projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Republikës Polonisë për sigurimet shoqërore. Edhe ky projekt ligj bëhet gati për komisionin përgjegjës e më pas për seancën plenare. Shumë faleminderit zonja Manjani dhe stafit ministrisë për prezencën sot në komisionin e ligjeve dhe ditë mbar. Ndërkohë, përpara se sa ta mbyll mbledhjen e komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike, një njoftim. Zonja Naku kalon këshilltare e komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike, në fakt ka kalu ka kohë, por zonja Julia Plumbi do të jetë koordinatore në shërbimin e komisionit tonë. Pra këtu e mbrapa, njoftimet që do të merrnin në grup nga Julia Plumbi janë njoftimet të komisionit. Dhe kështu që të dy palve suksese. Faleminderit. Mbledhja këtu mbyllët.